Të dashur shqiptar, kam gjetur qytetin e fisit i lirë, Jasoi, në Azinë e Vogël. Merri frymthell. Kam gjetur monedhat e fisit i lirë, Jasoi. Është numri i shumës, kuptohet në gjuhën ilire. Kjo është monedha e fisit i lirë, Jasoi. Ata kanë ardhur nga Azia e Vogël dhe janë vendosur pranë ilirëve Veneti, midis Italisë së sotme dhe Kroacisë. Këto janë ilirët më të largët, më i lirët nga ilirët. Dhe emri i tyre është Jasoi. Unë e kam përmendur në një film tjetër dhe kam thënë që me siguri vjen nga folja Jaso, shërohu në gjuhën helene. Dhe është e vërtet. Tani, kjo nuk është sqaruar në Iliad, dhe ne dim që Iliada është një poem etimologjike. Homeri nuk e dinte nga vinte fisi i lirë, Jasoi. Jasos është udhëheqësi i Athinasve në Trojë, dhe atje vdes gjatë betejës. Është dhe vari i legjendarit Jasos, gjendet në Turqinë e sotme, dhe këta Helen përzihen nga persët, quhen Helen Jonik, dhe flasin dialektin epik, dialektin e Homerit, dhe janë të vendosur pranë Iliri. Jo në Shqipëri, në Kroacinë e sotme. Këta janë ilirët e vërtet, sipas Plinit, por flasin dialektin grajan, sipas Plinit, do më thënë greqishten. Dhe unë gjej që ilirët Veneti, në mbi shkrimet e tyre, i thonë vetes graikoi, do thot grekët. Në shikoni, kjo është monedha, një djali të ri që ka hypur në delfin. Ne e dim që një djali i ri që ka hypur në delfin është gjithmonë figura e Apollos. Edhe Jasoi është perëndi shëruese si Apollo, është emri i dytë i Apollos, ose nxënësi i Apollos. Është e lidhur me fjalën helene Jaso, shërohu, zbulimi im. Kjo nuk është sqaruar në asnjë vepër etimologjike greke dhe as nga Homeri. Homeri thotë është thjesht udhëheqësi i Athinasve në luftën e Trojës. Pra, mendoni për një moment. Jasoi është numri i shumës i udhëheqësit të grekërve Jasos në Trojë. A ka më grek se kaq? Ka kuptimin shërohu në greqisht. Këta janë ilirët Jasoi, që se di njeri në botë, asnjë grek, sot e kanë mësuar nga unë. Që edhe venetët i thonin vetes graikoi, në mbishkrimet e gjetura në shpata, në thika, në fjali të plota të gjetura në tempuj të venetëve, por të shkruara me një alfabet të ngjashëm me alfabetin etrusk dhe atë të mesapëve, dhe askush nuk e dinte që flisni një dialekt të ngjashëm me greqishten. Unë e kam zbuluar. Numri shumës në gjuhën e venetëve është graikoi. Do më thënë grek. E kuptoni apo jo? Në fakt, ai, ky grup zanoresh, është bërë e në gjuhën greke. Gjuha shqipe reflekton zhvillimet fonetike të greqishtes. Graikoi duhet ishte grekoi në gjuhën greke. Por grekët e quajnë veten Helen, jo grek. Venetët e quajnë veten graikoi, nga perëndia Graja, që është perëndia e thinjur e Demetrës gjatë dimrit, sepse vajton për vajzën e saj Persefon, që zhduket bashkë me bimësin, dhe vjen në pranverë, bashkë me lulëzimin e bimëve. Vajza e Demetrës, prandaj është grua me flokë gri, Graja, perëndia e tokës. Dhe kjo është monedha e fisit i lirë Jasoi, por në Azinë e Vogël. Janë 2 qytete të gjetura atje, quhen Jasos. Banorët janë Jasoi.
Këta janë ilirët që vinë dhe vendosën në shekullin e 8 para erës sonë dhe sjellin me vete poemat e Homerit. Nga e diun këtë, ilirët jasoi, një lloj si Homeri në poemat e tij, nuk e përdorin formën e trajtës së shquar. Pra në vend që të thonë hoi jasoi, ilirët jasoi thonë vetëm jasoi. Dhe këtë unë kam vëre tek fjala lembos, që në greqisht është ho lembos, me trajtën e shquar, tek ilirët në Masala, në shekullin e 6 para erës sonë, kam gjetur një plak në jug të Francës, ku ata thonë lembon, pa formën e rasës kallëzore. Pra, ilirët heqin format e trajtës së shquar që i paravendosin emrit në greqisht, kjo është gjuha ilire. Është dialekti epik. Pra, ilirët kanë folur homerisht. Dialektin epik ose dialektin ionik. Dhe ilirët i thonin vetes jasoi. Kjo është monedha e ilirëve në Azinë e vogël që vendosen pastaj në veri të Shqipërisë. Të dashur shqiptar, grekët janë të çmendur. Ilirët nuk vinë nga Kaukazi, kanë ardhur nga Azia e vogël. Po grekët nuk e dinë që ilirët flasin helenisht. E kam zbuluar unë krejt rastësisht, duke parë pllakat e gjetura në Shqipëri, në Dalmaci, në Kosovë, në Maqedoni, në Panoni, në Serbi. Ilirët vetëm nuk përdorin format e trajtës së shquar. Si e bëron këtë zbulim? Aksidentalisht. Arkeologët francezë zbulojnë pllaka në Dardani dhe deklarojnë që dardanët shkruajnë greqisht me gabime gjuhësore. Francezët e quajnë këtë gjuhë pellazge, të folur në Pelazgiotis, në Thesali. Dhe sipas tyre, kjo është gjuhë me gabime sepse nuk përdoren format e trajtës së shquar të emrave. Menjëherë më lindi në kokë që kjo është gjuha e Homerit, edhe në gjuhën e Homerit nuk përdoren format e trajtës së shquar. Dhe thash me vete, po për kë i bëri poemat Homeri? Kush i lexonte poemat e tij? Kush i dëgjonte ato? Janë bërë për njerëz që nuk dinin shkrim e këndim. Pra, do të ketë njerëz që kanë folur homerisht. Pra, do të ketë njerëz që nuk e kanë përdorur formën e trajtës së shquar. Një lloj si mesapët. Ho brendos është në greqisht, koka e drerit, dhe në gjuhën mesape është brendos, koka e drerit, dhe është bërë brini në Shqip, është bërë Brindisi, qyteti mesapëve në Itali. Kanë ardhur mesapët nga zona e Vlorës, nga qyteti tyre mesaplik dhe janë vendosur në Italinë e Jugut. Dhe aty janë gjetur mbishkrimet mesape, që janë një dialekt grek. E kuptoni apo jo? Jasoi, ja ku e keni, e marrin emrin e tyre nga një personazh i Iliadës. Pra jasoi lexonin greqisht. Në fakt, kuptonin shumë mirë dialektin ionik. Kjo ishte gjuha e tyre. Nuk përdoren format e trajtës së shquar. Në greqisht kjo është pa kuptim. Grekët i quajnë jasoi barbar. Si mund të flasësh greqisht pa folur me format e trajtës së shquar? E ashtu flisnin fisi jasoi. Dhe nuk thonin hoi jasoi, por thonin vetëm jasoi. Dhe kjo është forma e shumësit e Jasos, personazh i Iliadës. Dhe Iliada nuk ishte vepër argëtimi, ishte vepër religjioze, një lloj si Bibla. Ngjarjet në veprën e Iliadës janë ngjarje biblike homerike. Ajo që ne i themi paganizëm, quhej homerizmi, dhe Homerët ishin priftërinj që këndonin një lloj si priftërinjt në Indi që këndonin këngët, eposin në gjuhën sanskrite. Dhe një lloj si priftërinjt në gjuhën e Avestanit, në Persi. Ishin vepra religjioze për zotat. Ishin dhe vepra argëtuese, por edhe vepra fetare. Pra, homerizmi është paganizmi i ilirëve dhe i grekërve. Prandaj,
unë thash me shaka, ilirët pas kanë lexuar Iliadën. Jo vetëm që e kanë lexuar, por ka qenë besimi i tyre pagan. Përpara kristianizmit besonin pikërisht tek zotat e përmendura në Iliad, ilirët. Dhe një nga këto personazhe biblik homerik, paganist, ishte Jasos. Pra kur studja e etimologjisë përpiqet të shpjegojë emrat e bukur Helen me fjalë njërokshë të shqipes, jo kuptoni që ajo është e çmendur, sepse Jasos do thot shërues në gjuhën greke dhe s'ka asnjë lloj kuptimi në shqip. Pra ilirët flisin greqisht. Të gjitha mbishkrimet e tyre janë në gjuhën greke. Thjesht ata nuk përdorin format e trajtës së shquar. A kuptuat më në fund se në çfarë rreziku të madh jeni, sepse ju keni gërmuar qytetet ilire, duke menduar që janë gjyshërit e shqiptarëve. Jo, ilirët ishin grek, flisin dialektin epik. Ilirët Jasoi është numra shumës i qytetit Jasos, qytet i Jonikëve në Azinë e Vogël, që u përzun nga persët dhe u shkatrua qytetërimi i tyre nga perandoria persiane. Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor.